Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se vizita e kryeministrit në Washington për të marrë pjesë në themelimin e Bordit të Paqes nuk është ftesë personale për Edi Ramën, por për Shqipërinë. Natyrisht do ketë një përfaqësues, po shkoj ky apo do shkonte Harami, të dy një fatkeqësi kombëtare janë. Dhe kështu si shkon do kthehet, shkon Hajdut kudo që shkon, kthehet Hajdut kudo që kthehet. Ju siguroj se ftesa ka lidhje me Shqipërinë dhe nuk ka asnjë lidhje në mënyrë absolute me personin e shpërftyruar që është Edi Rama sot. Ramën akuzoi nga mbledhja e grupit parlamentar se ka korruptuar edhe anëtarët e gjykatës kushtetuese. Edi Rama po sillet si lop e çmendur për mbrojtjen e vetës tij. Në amandamentin që ka sjell për mbrojtjen e vetës tij, për të korruptuar me ligj gjykatësit kushtetues, ka përfshi dhe ata në mburojnë e turpit ligjore ndaj pezullimit nga detyra. Para ligjvënësve demokrat, Berisha ironizoi edhe deklaratat e kryeministrit në lidhje me punën e bërë nga ish-drejtuesja e Akshit. I përulej si langaraq mirëlindës së krimit, se ka hall se mos bëhet pentito. Teksa strukturat e Partisë Demokratike vijojnë përgatitje për aksione në terren, Berisha tha se protesta kombëtare e datës 20 do të jetë një tjetër hap drejt rrëzimit të qeverisë Rama.